mama shqiptare kaq kërkuese dhe kaq strikte si ti? Po, thuaj, i vëri të dëgjoj bisedën tonë dhe konfirmoja se do unë kam marrë të njëjtën përgjigje kur më tha që ti dhe me 100 nuk do jesh e lumtur, do përvosh 110, kështu që Rëndësi ka që ti punosh për një universitet. Edhe unë gjithmonë e kisha pasion të dhëmet mësim, kështu që vajta mbrapsht bëra masterin, pastaj më vonë bëra dhe doktoraturë, por njëkohësisht paralelisht unë i bëra edhe investimet, edhe dhënien e mësimit për gati 8 vjet. Pagesat i kam bërë unë, ose me student loans, pasi unë kam bërë 9 vite universitet. Edhe çdo diplom ka atë pagesën e vet. Tani ku unë kam bërë bachelor degree më përpara ka qenë 20.000, tani në universitet është bërë 75.000. Edhe vari nga dega ima, sepse për shembull nëse ti do shkosh për dentiste, shifrat janë 165.000 në vit. 100.000 është tuition dhe të tjera gati $65.000 do jenë ato mjete që ti do përdorësh. Jo librat, jo jetesa, do me thënë shkollimi në Amerikë është një investim shumë i madh dhe është i shtrenjtë. Investo te pasionet e familjes, jepuni besim dhe suport, edhe një diplomaci, edhe durim, shumë durim. Mos u paguani këtë shkollën familje. Lërini të kenë dhe pa një pagesë më tyre. Se Amerikanët kanë një shprehje, let them have some skin into the game. Shumë shkolla kanë një aplikim që quhet Handshake, edhe aty do më thënë sillen disa alternativa për internships, për co-ops, për shembull. Network. Mirë se u gjej në Ilvatare Talks. Sot do të flasim për një temë që prek pothuajse çdo familje shqiptare në diasporë. Edukimin e fëmijëve, karriera e tyre dhe presioni i pritshmërive, pres pas brezi, ku bëj pjesë edhe unë edhe pse nuk e kisha menduar ndonjëherë. Ashtu si dikur interneti, sot inteligjenca artificiale po ndryshon mënyrën se si mësojmë, si punojmë, jemi përballë shumë të panjohurave, por edhe përballë mundësive të jashtëzakonshme që duhen përqafuar. Çështja që do diskutoj sot është kjo. E para, sa kushton të shkollohesh, të kesh një diplomë universitare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por mbi të gjitha, a janë ende të plepshme ato degët tradicionale si mjekësia, inxhinieria, juridiku që prindërit shqiptar i duan aq shumë, apo kohët e sotme kërkojnë diçka tjetër, kanë evoluar? Kam kënaqësinë ta diskutoj këtë çështje me doktore Suela Papagelis, lektore akademike në universitete si Northeastern University apo Boston University në Massachusetts, një studiuese e biznesit dhe konsulente me mbi 2 dekada përvojë në financë dhe në menaxhim. Suela gjithashtu një shumë e mirë lidhse me komunitetin shqiptar në Boston, por jo vetëm, duke ndihmuar fëmijët dhe prindrit e tyre që të gjejnë një ekuilibër midis pasionit, pragmatismit, por edhe realitetit ekonomik këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Suela, mirë se erdhe, kam kënaqësi që je në Ilvatare Talks. Faleminderit Ilva për ftesën, është një kënaqësi e imja. Si ka nisur rrektimi yt akademik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në çfarë moshe ke ardhur dhe pse zgjodhe pikërisht rrugën akademike që unë e di nuk është nga më të thjeshtat? Unë kam ardhur në SBA në vitin 1997, ka qenë muajt e parë, dhe kur erdha isha pa familje. Një nga parimet e para të mia ishte shkollimi, dhe gjatë periudhës kam punuar nga 2 punë edhe kam vajtur në universitet. Gjithashtu pasi erdhën prindërit, ishte një ndihmë shumë herë më e madhe, sepse unë mund të fokusohesha në edukimin tim. Do më thënë me pak fjalë, gjithmonë ky ka qenë qëllimi që shkollimi ishte kryesor, edhe dedikimi për universitetin ka qenë një ndër hapat që prindët e mi gjithmonë më thoshin, është shumë e rëndësishme që ti të krijosh të ardhmen tënde duke studiuar. Por ndërkohë, besoj që ka pasur vështirësi, ndoshta edhe paragjykime që një emigrante jo vetëm të mbarojë një degë universitare, po më pas të vazhdojë studimet pas universitare, të marrë një doktoraturë. Ke hasur vështirësi në këtë rrugë? Po, kam hasur sepse unë kam punuar fillimisht mbi 2 dekada në investime, dhe industria e investimeve ka qenë gjithmonë për meshkuj, e dominuar nga meshkuj dhe e dominuar nga amerikanë. Kështu që gjithmonë unë isha një nga ata persona që checkja shumë boxes. Isha femër, isha imigrante, kisha më shumë diploma, isha nën,
Ka vështirësitë e veta, por unë mendoj që në qoftë se dikush është i fokusuar në çfarë arritjesh ka në jetë, të tëra këto janë thjesht një zhurmë që mund të eliminohet. E thua tani këtë që ja ke dalë. Ja thoje vetes edhe 20 vjet më përpara, po ti dije vështirësitë që ke kaluar. Çfarë do t'i thoje Suelës 20 vjet më herët? Do t'i thosha që fokusohu, sepse këto janë thjesht zhurma, edhe nuk është e rëndësishme opinionet e tjerëve, sa është e rëndësishëm opinioni që ti ke për veten. A ka lehtësira në momentin që një nga prindrit është në botën akademike për fëmijët, për shkollimin e tyre, flas lehtësira edhe në kuptimin e financiar, për shembull disa pagesa, fija e shkollës mund të eliminohet? Po, varet nga universitetet. Ka universitete që nuk kanë benefite për fëmijët, për familjarët, por ka universitete që nëse ti ke 2 vjet ose 3 vjet, ata mund të paguajnë 100% tuition për fëmijë ose 90%, do të thënë varet nga rregullat që kanë. Edhe prindri s'është e thënë që të jenë profesor atje, mund të jenë administrator, mund të bëjnë çfarëdo lloj pune, do të jenë punonjës të universitetit, edhe të përmitin ato requirements që kanë për periudhën e kohës që duhet të jenë ato universitet që të kenë benefite. Pra mund të jenë dhe në administrant, po thua, jo domosdoshmërisht të jenë pjesë e stafit akademik. Mund të jenë administrat, mund të jenë profesor, mund të jenë edhe duke punuar në kafeteria. Boll që të jenë punonjës të atij universiteti, edhe të jenë 2 deri 3 vjet sa e ka, sepse çdo universitet tipa ka rregullat e tyre. Rregullat. Po. Kanë A ka qenë kjo një nxitje edhe për ty, për të bërë pjesë e këtyre institucioneve? Sigurisht. Unë kur punoja në investime, njëra nga shefet e financës po diskutonin për shkollat, edhe tha që ajo nuk ishte student loans, sepse babai i saj kishte punuar për shkollën dhe ajo dhe babai i saj i kishin bërë edhe bachelor edhe master PELEC. Edhe duke qenë që unë jam imigrante dhe ne mësojmë në çdo kontakt që kemi me njerëzit e pyeta, okay, po ka, domethënë, çfarë janë disa nga rregullat, dhe më tha që Suela rëndësi ka që ti punosh për një universitet. Edhe unë gjithmonë kisha pasion të dhëmet mësim, kështu që vajta mbrapsht bëra masterin, pastaj më vonë bëra edhe doktoraturë, por njëkohësisht paralelisht unë i bëra edhe investimet, edhe dhënien e mësimit për gati 8 vjet, 2 karriera paralele, që unë kur të kaloja si profesoresh, të kisha dhe diplomat e duhura, po njëkohësisht të kisha edhe eksperiencë në vite, sepse duhet të jesh e kompletuar që të lëvizësh karrierën në middle age, siç jemi neve. Po pëlqen shumë ky efekti sfungjer që kemi ne shqiptarët, që dëgjojmë një gjë që na duket që e kemi ambicie dhe përvetësojmë edhe me sakrifica, pa diskutim, se e marr me mend sa e vështirë do ketë qenë për ty të mbarosh doktoraturën, ndërkohë të punosh, të mbash fëmijët, familjen, nuk është e lehtë. Por është shumë mirë kjo ambicia dhe kjo dëshira për të marrë më të mirën e këtij vendi në fundit, se emigrant ose jo, e mira e Shtetit Bashkuar të Amerikës apo në përgjithësi perëndimit është ta krijon këtë hapësirë që bëhesh pjesë e këtyre strukturave. A njeh ti shqiptarë të tjerë që e kanë bërë këtë zgjedhje? Ose ti tani që e mësove këtë gjë, po e ndan me të tjerë siç po e ndan publikisht tani me podcastin ton? Po, në radhë të parë dua të bëna një diçka që të gjitha këto arritje nuk janë vetëm të mia. Pa pasur një suport nga bashkëshorti ose nga familja, është e pamundur, sepse që të rritush një fëmijë, është një shprehje amerikane, duhet the whole village, duhen që të tërë për të të ndihmuar. Edhe kur një nga prindrit mundohet që të ketë diploma, ndërkohë që është nën, pa ndihmën e bashkëshortit dhe pa ndihmën e familjes, është e pamundur. Kështu që është shumë e rëndësishme, domethënë për të gjithë ata bashkëshortët ose bashkëshortet ose prindët ndihmojeni, sepse me të vërtet juve jeni pjesë e suksesit. Pa ju është e pamundur. Kam takuar edhe shumë vajza të tjera dhe djem nga diaspora që kanë marrë edukime me lart, domethënë me PhD dhe me doktoratura, edhe pak a shumë janë të njëjta vështirësi, sepse nuk është gjuha jonë, sakrifica është më e madhe, koha e studimit është gati 2 fish, sepse një diçka duhet të kuptojmë njerëzit që pavarësisht se sa diploma mund të marrësh apo se sa vite ke në këtë vend, gjithmonë anglisha do jetë si një gjuha jote e dytë. Edhe do ta shikosh një farë vështirësitë gjithmonë do jenë të ndryshme, më të lehta, por gjithmonë do ketë vështirësi.
Po, sfide edhe vështirësi, siç po thua, po. Po midis stafit akademik që ti tashmë je pjesë, a ndjen ti paragjykim si një emigranti që ka arritur në titullin doktoratur, apo këtu në Amerikë është më e gjithë pranuar fakti që një emigrant i realizuar? As pak, nuk në 3 universitete që japun tani mësim, departamentet tona janë shumë të diversifikuara. Ka profesor nga të gjitha vendet e botës, edhe unë mendoj që kjo është një faktor shumë pozitiv. Sepse të tërë neve i kuptojmë vështirësitë që kemi hasur, sidomos ata që janë të huaj. Por nga amerikanët janë njerëz shumë të përkrahin, janë njerëz që gjithkohës mundohen të ndihmojnë se si të ta lehtësojnë punën. Kështu që eksperienca ime ka qenë gjithmonë shumë pozitive në akademi. Unë e nisa pak më herët të pyesja edhe për kostot, sa kushton të edukohesh, qoftë për një diplomë, për një major, apo edhe më pas për studime pas akademike. Shumica këtu është praktik normali që të marrin edhe kredi, dhe të kenë kredi studentore dhe më pas i paguajnë ato nga momenti që dalin në punë, të kenë mundësi t'i paguajnë. Për ty ka qenë një barre e rëndë financiare ky nivel i lartë i shkollimit? Si e ke përballuar? Po, si gjithë e tjerët, pagesat i kam bërë ose me student loans, pasi unë kam bërë 9 vite universitet. Edhe çdo diplom ka atë pagesën e vet. Tani ku unë kam bërë bachelor degree më përpara ka qenë 20.000, tani në universitet është bërë 75.000 në vit. Për një vit? Për një vit. $25,000, se i themi ne i dim shifrat, po jo të gjithë ndoshta. Për një hipotekë universitare në një universitet të privat. Këta janë universitete private. Universitetet shtetërore janë më të lira. Por universitetet private, do me thënë minimumi, ka 75, dhe janë 2 universitetet tjera që unë jap mësim, që janë nga $95,000 në vit. 95.000 në vit. Këto janë universitete private gjithashtu? Po, Boston University dhe Northeastern University, kur e bë tuition edhe jetesën që do bëjnë studentët në për konvikte, dhe në aty të $95,000. Edhe varet nga dega ima, sepse për shembull në qoftë se do shkosh për dentiste, shifrat janë 165.000 në vit. 100.000 është tuition dhe të tjera gati $65,000 do jenë ato mjete që ti do përdorësh. Jo librat, jo jetesa, do me thënë shkollimi në Amerikë është një investim shumë i madh dhe është i shtrenjtë. Si përballojnë familjet shqiptare? Në dinin tënde me ata që ti ke qenë në komunikim, se tani sapo më trembe, po më pris ka një vështirësi shumë e madhe në vitet e ardhshme me 2 fëmijët e mi. Si përballojnë? Ka studentë që marrin edhe full scholarship, sepse për shembull ndoshta familjet e tyre nuk janë në gjendje ekonomike shumë të mira, por do të themi diçka që vitin e fundit kanë ndryshuar shumë paketa që janë tërë, pasi shumë institucione universitare kanë humbur shumë paketa që merreshin nga shteti. Familjet shqiptare që kam hasur unë, bëjnë një sakrificë të hapar për fëmijët e tyre. Do me thënë, sakrifikojnë atë qefin e tyre, të ardhurat për një retirement, edhe për pensionin, po dhe investojnë tek fëmijët e tyre, sepse nuk duan që fëmijët e tyre të kenë pagesa me student loans, edhe gjithashtu duan që të garantohen që fëmijët e tyre kanë një profesion më të mirë se sa prindërit e tyre që lutës në janë. Kështu që sakrifica është shumë e madhe. A kanë prindër shqiptare ende ndoshta edhe nga mentaliteti nga dhimbë? A kanë një ndroj nga kreditë studentore dhe janë të gatshëm të sakrifikojnë vetë dhe nuk marrin kredi? Një lloj paragjykimi ndoshta? Po, me shumat që janë universitetet tani, është shumë e vështirë që të gjithë prindrit me profesione të ndryshme t'i përballojnë, sepse ndonjëherë nuk kanë edhe vetëm një fëmijë, kanë 2-3 fëmijë. Kështu që ato shumë dyfishojnë, trefishojnë, edhe e shikoj që shumë studentë kanë marrë student loans, edhe ajo është nëse normale këtu Ilva, sepse do më thënë çdo vit universitetet i rrisin shumat. Kështu që
Dhe se kanë marrë dhe më pak ndihmë nga shteti, është ajo që theti me ndryshimet e fundit. Po degët që zgjidhin, se kjo është një, unë e thash pak në hyrje që prindërit shqiptar kanë përshtypjen që mentaliteti do t'i jetë di më mirë ndoshta, do breza të ndryshoj. Edhe janë ato degët fikse, juridik, mjeksi, inxhinieri që i shtyn fëmijët që t'i marrin këto si dega duke menduar që do të kenë një të ardhme më të mirë, më solide, më të sigurt. A është ky mentaliteti ndër prindërit shqiptar apo kanë filluar të ndryshojnë dhe të përshtaten edhe fakti që ka degë të tjera që lidhen më shumë me kodimin apo me inteligjencën artificiale, të cilat janë apo me muzikën apo me aplikacionet që janë po aq të rëndësishme për një karrierë në të ardhmen? Prindërit shqiptar në përgjithësi duan që fëmijët e tyre të zgjedhin deg ose që ata kanë studiuar, sepse duke menduar që u ka krijuar një të ardhme të mirë, por njëkohësisht edhe duan që fëmijët e tyre ato lekë që do investojnë për edukimin të kenë një të ardhura të garantuara. E vërteta është Ylva që inteligjenca artificiale po i rishift të tëra profesionet, të tëra diplomat, edhe shkolla po bëjnë një punë konstante që t'i përgatisin studentët për ndryshimet që po ndodhen. Kështu që çdo profesion që më përpara është konsideruar si i patundur ose që do sillte të ardhura ose nuk do kishte heqje nga puna, nuk ka më garanti. Sepse edhe avokatët për shembull, mënyra se s'do bëhet research për gjëra, inteligjenca artificiale do futet edhe fillimisht ato rolet e para që kanë qenë për shembull për avokatët, për investime në financë, për kontabilitetin, për arkitektët, ato rolet e para që kanë për prindrit, ato nuk do ekzistojnë më, sepse ato ishin role shumë mondane, edhe artificial intelligence ato i bën në një mënyrë shumë herë më perfekte dhe pa gabime. Ke hasur ti vetë në ndonjë rast që mund ta kesh këshilluar, qoftë në plan personal apo dhe si pjesë e biznesit, prind fëmijë një konflikt pa vendosur emra, apo për të kuptuar më tepër si funksionon, si negocion me ta, si u shpjegon që fëmia yt mbase nuk duhet shkojë për këtë profesion që ke pasur ti sepse është më i prirur për këtë. Dhe si është zgjidhur, nëse mund ta ndash me një eksperiencë personale. Po, një mikesha ime më merr në telefon dhe më thotë të litëm, a mund të flasësh pak me vajzën time sepse sa herë që i flasëm kemi investuar shumë, ajo po shkonte për dentiste. $165,000 te Tufts University në Boston, më zgjidh ato lek, ajo vajza mbaroi dhe vitin e tretë, edhe mendoi që do shkoj të bëj real estate sepse unë po studioj kaq shumë, nuk më pëlqen dega, ndoshta e zgjella degën sepse më shtyt juve. Edhe nga konflikti që patën në familje, babai ishte shumë mërzitur, mendonin se fëmia ishte mosmënjose, nuk e vlerësonte Sakrificën që bërë prindërit, po. Edhe pasi u takova me vajzën, ajo ndjej në shumë presion, sepse thoshte që unë fillimisht edhe kisha dëshirë dhe nuk kisha dëshirë të isha për dentistri, po nga që prindërit e mi më thanë që është një degë shumë e mirë, neve do bëjmë të pamundurën që ti të studiosh edhe futesh në shkollat më të mira, edhe unë tha doja që të kënaqja prindërit e mi, që ata të ishin krenarë për mua, por njëkohësisht thashta t'i jap një shans. Duke studiuar, tha, unë jam e depresuar, nuk më pëlqen si profesion, nuk e di do në shoh veten time duke bërë këtë profesion më të ardhmen. Edhe unë e pyeta po pse nuk u the prindërve më përpara. Është shumë e rëndësishme që fëmijët të thonë, është okay që të ndryshojnë ligje. Edhe më tha që nuk doja që t'i zhgënjeja. Si përfundim, kjo vajza vajti dhe filloi real estate për një vit e gjysmë 2 dhe e kuptoi që nuk kishte çfarë donte të bënte. U kthye mbrapsht, e mbaroi dhe vitin e 4 edhe lekët i pagoi vetë, i mori student loans, që u tregoi prindërve që po, unë kisha një ndryshim të mendjes, edhe tani e kuptova që kjo zgjidhje që ne bëm ishte më e mira. E mbaroi dhe sot teksa dita ajo është një dentiste shumë e mirëfillt që ka një karrierë shumë të mirë. Kështu që me pak fjalë, gjithë ky keq kuptim ose gjithë ky stres mund të evitohet duke parë ose duke pyetur fëmijën çfarë ke ti dëshirë. Investo te pasionet e fëmijëve, sepse
gjërat kanë ndryshuar Ilva. Shumë diploma që më përpara, për shumë për arte, nuk bënin lek. Tani po bëjnë më shumë lek se sa doktorët, se sa avokatët, sepse teknologjia dhe social media, kjo gjenerata Z është shumë creative, shumë herë më creative se sa neve. Edhe kanë filluar të bëjnë shumë ameramëndse, vetëm duke përdorur ato skills, duke përdorur artificial intelligence, bëjnë shumë herë më shumë lek. Do me thënë, ne si gjenerata X, neve nuk e paramendonim që këto diplomat ishin kaq të suksesshme. Ndaj duhet një adaptim nga ana e prindërve që të kuptojnë çfarë duan fëmijët. Kohët kanë ndryshuar, diplomat kanë ndryshuar, profesionet kanë ndryshuar dhe do të ndryshojnë akoma më shumë. Jam shumë dakord me ty që duhet një përshtatje edhe nga prindrit, po dhe fëmijët, di si është çështja Suela, po ti lësh të lirë, pastaj varet ndoshta në një moshë kur janë para se të shkojnë në universitet kanë më shumë pjekuri, po në moshën që i kam unë e ty të faktën ata të vegjëlit, ata nuk duan t'ja dinë fare për shkollën. Janë kryesisht në internet edhe në aplikacione dhe Roblox. Këtë si ta zgjidhim? Se dhe kjo është pjesë edhe ne duhet edukohemi për këtë. Unë jam e vetëdijshme. Po, unë kam 3 fëmijë, kam një djalë 15, një djalë 12 e një djalë 14 vjeç. Edhe kam vërej që me kalimin e moshës, ata kanë filluar dhe t'japin më shumë rëndësi shkollës, edhe duke ditur se çfarë kërkesa kemi ne ndaj tyre. Për shembull, 2 djemtë e mi të 15, gjithmonë vjen me freta nderi në shtëpi dhe kur i them unë domethënë që do të jesh shumë krenar për arritjet e tua, edhe më thonë që jo mami, ne jemi shumë krenar sepse ti je e lumtur dhe ne e dim çfarë të bën ty të lumtur. Dhe ndonjëherë ajo Ilva më bën të ndihem edhe një çik pajtore sepse më duket sikur unë u kam imponuar ekselencën në akademi. Dhe pastaj kam këtë të tretin, Angelos, që e ndjen si një presion psikologjik që vëllezërit e tija janë kaq excellent, edhe ai domethënë nuk është akoma i fokusuar. Edhe unë gjithmonë me të përdor një metodë tjetër. I them, dëgjoj Angele, ata janë më të rritur se sa ty, edhe ti të bëhesh në moshën e tyre, rëndësikat që ti të pëlqesh çfarë po mëson te shkolla, të fokusohesh, edhe ti të arrish si ata. Po e vëre që edhe 3 fëmijë që janë të rritur nga të njëjtit prindër, në të njëjtin ambient, kanë personalitete të ndryshme. Kështu presionin e menaxhon ndryshe. Po, ti nuk të kam thënë ende djemt që sa mirë do ishte të kishim një mama amerikane, që nuk ka kaq kërkesa si ju shqiptare. Po, Madje i me vi ka shkuar aq ferg se ka një shoqe në klas që ajo është me origjinë turke dhe thot vetëm mamaja ime dhe ajo vajza që ka maman turke na kërkojnë kaq shumë llogari për notat. Prindërit amerikanë janë shumë të relaksuar. Kështu që nuk e di a ke pasur ti këtë eksperiencë, po unë kam përjetuar dhe këtë. Po, unë kam përjetuar këtë eksperiencë. Djali im kishte marrë 97 në një provim, edhe erdhi shumë i lumtur sepse kishte marrë notën më të lartë në klasë. Edhe unë përshikoja provimin dhe i thash, po si humbe këto 3 pikët? Edhe, domethënë çfarë bëre, çfarë nuk kuptove te këto 3 pikët? Edhe më tha, po mirë o mam, tha, si nuk do kënaqesh ti, tha, një mamë amerikane u t'i thoshte bravo, jam shumë krenare për ty. Kurse ti, tha, më thua, që çfarë ndodhi me këto 3 pikët? Edhe janë të tëra mamat shqiptare kaq kërkuese dhe kaq strikte si ti. Po, thuaj, i vëri të gjoj bisedën tonë dhe konfirmoja se do unë kam marrë të njëjtën përgjigje, kur më tha që ti dhe me 100 nuk do jesh e lumtur, do përvosh 110, kështu që Unë mendoj që brezi jonë është drumosur në të njëjtën mënyrë, por çfarë kam bërë në re, se dua t'i inkurajoj të tërë mamat shqiptare, ndonjëherë ne mendojmë sikur fëmijët nuk po i vën veshin çfarë u themi neve. Por ajo fara që neve kemi mbjell e ka krijuar atë themelin tek ta, edhe ata e dinë që kanë expectations nga mamat e tyre. Pavarësisht se ndonjëherë tregojnë që rebelim ose nuk duan që të jenë dakord me kërkesat tona, por e shikoj te fëmijët e mi edhe te fëmijët e të tjerë që e dinë që prindërit e tyre u duan të mirën, por gjithashtu që ata kanë expectations. Edhe unë mendoj që kjo është një faktor shumë i rëndësishëm për rritjen e tyre. Më vjen po buzëqesh ndërkohë që bisedojmë, Suela, se mendoj që
si bëhen bashkë këta emigrantët këtu dhe thonë, këto nëna tona shqiptare, ndërkohë që po t'i kishin amerikane do ishim më të relaksuar. Po nuk besoj se ka asgjë të keqe nga kërkesëllogëria jonë, nga presioni që ne ushtrojmë për më shumë akademi, për më shumë rezultate të mira, për atë 3% që duhet përmirësuar të paktën për herën tjetër. Sepse në kohët e sotme unë mendoj se vetëm një diplomë është e pamjaftueshme. Brezat tani po përpiqen po dalin nga shkollat e mesme dhe të larta me nga 4-5 majors, dhe të ndryshme. Si e sheh ti këtë zhvillim? Konkurenca në tek të ndryshme është shumë herë më e lartë. Tani, për shembull, në investime të kesh vetëm një bachelor degree është konsideruar shumë e ulët, sepse e shikojnë sikur ti nuk po bën përpjekje për të avancuar profesionin. Dhe gjithmonë një master është e rekomanduar ose certifikata të ndryshme që janë të kërkuara nga tega. Çfarë mendoj unë që studentët gjatë jetës së tyre akademike, por dhe profesionale, duhet të jenë gjithmonë gati të adaptohen dhe të kenë sa më shumë prirje për të rritur inteligjencën e tyre dhe për të pasur sa më shumë diploma. Arsyeja është që sa më shumë diploma ti ke, aq më shumë ti ke ekuipur veten tënde për konkurrencën. Sepse është kryesore që çdo diplomë ty të jep diçka tjetër, të sjell njohuri të reja dhe ajo të jep avancim me konkurrencën. Është nëse logjike. Sepse ndërkohë ti ke marrë një diplomë pas 4 viteve në universitet, që ka kushtuar rreth $500,000, $500,000 afërsisht me gjithë shpenzimet që kalon. Përveç tarifës shkollës ka dhe shpenzimet në universitetin. Dhe mund të ndodhë që vetëm me një diplomë nuk gjen dot punë dhe shkon sërish të punosh në McDonald's apo diku tjetër në sales, që nuk je në fushën tënde, kështu që e kuptoj shumë mirë dhe këtë dëshirë për të pasur dhe më shumë, për të qenë ai ekstra në klasë apo në diplomë, që të kesh një avantazh në tregun e punësimit. Do të jetë shumë e vështirë për këta studentë që përfundojnë shkollën dhe kanë pamundur gjejnë profesion. Si zgjidhin këtë problem? Shumë shkolla kanë një aplikim që quhet Handshake, edhe aty domethënë sillen disa alternativa për internships, për co-ops për shembull. Por ka shkolla, është një shkollë që unë jap mësim, ata kanë co-op program dhe studentët ndërkohë që studiojnë kanë 3 internshipe. Edhe derisa ata gradohen, e gjen mundësira të kontaktojnë ato kompani që ata punuan më përpara dhe gjithashtu nëse ata kanë lënë bresa shumë të mira, ata i marrin në punë. Ilva semestrin e kaluar, unë kisha mbi 40 ca student nga deg të ndryshme që morën business minor, edhe që ata do gradohen në maj dhe që të tërë kishin punë të garantuar, sepse ato 3 internships i kishin ndihmuar jashtëmase. Tani duke konsideruar si është job market në Amerikë, kjo është as closest to the miracle as you can expect. Çfarë është kohë? Mund ma shpjegosh pak? Dhe ka disa universitete të tilla dhe janë private, janë ato që kishin tarifën diku ke $92,000 në vit? Vetëm një universitet, këtu ka të paktën që ja kam mësim, e ka co-op. Co-op me pak fjalësh eksperiencë për 6 muajsh që shkolla të ofron ndërkohë që ti je duke marrë diplomën. Çfarë bën këtë shkolla IPA? Shumë studentë të masterve ose të bachelor degree që kanë përfunduar shkollën në këto universitete, ata i marrin mbrapsht dhe i angazhon si mentor, por gjithashtu edhe si pjesë e universitetit. Dhe këta alumni e quajnë këta alumni krijojnë mundësira për studentët e arritshëm të këtij universiteti në deg të ndryshme që të kenë të paktën 2 deri në 3 eksperienca pune para se të gradohen. Tani këto 2-3 eksperienca pune janë ndihmë shumë e madhe. Sepse në radhë të parë këta studentë ndërkohë që janë duke studiuar, punojnë nëpër organizata edhe e krahasojnë edhe bëjnë një krahasim me teorinë që marrin dhe praktikën që po shikojnë, edhe kur kthehen përsëri në universitete, vinë me shumë bagazhe. E kanë një ide se çfarë ndodh atje. Teoria nuk është vetëm e bazë që kanë, vlen me praktikën. Plus e dyta është që kur ata gradohen, sepse fatkeqësisht çdo industri pret që ndërkohë që ta studiojnë të kenë edhe eksperiencë pune.
edhe është një trik e pamundur. Por kur universitetet e krijojnë këto aftësi, atëherë studentët i kanë dyert e hapura. Pse? Sepse kanë 2 ose 3 kompani që ata kanë punuar, aty janë menaxher që e kanë parë kualitetin e punës së tyre ose sa punëtor janë ata, edhe kur këta shkojnë përsëri për të aplikuar, e kanë shumë të lehtë për të gjetur punë. Kështu që për gjithë prindrit që po na dëgjojnë tani, të konsiderojnë co-ops, edhe të flasin dhe me Suelën ndoshta që ti këshilloj. Tani kam nevojë për 3 këshilla me ty për prindrit shqiptar. Çfarë do u thoje nëse do i jepje 3 këshilla? Cila do të ishte? Këshilla e parë që do t'ju jepja është mundohuni që të flisni me fëmijët dhe të kuptoni sa më shumë dëshirat e tyre, edhe cilat janë pasionet e tyre. Pasi çfarë kemi neve si pasion nuk është pasion e tyre, dhe sidomos brezi parë që kanë qenë emigrant illegal, duhet të mendojnë që fëmijët e tyre nuk janë emigrant, fëmijët e tyre janë të lindur në Amerikë, do kenë një mentalitet krejt ndryshe. E dyta është jepuni besim dhe suport, edhe një diplomaci, edhe durim, shumë durim, sepse është shumë e lehtë i thuash fëmijës, po ti nuk e di, unë kam më shumë eksperiencë. Fëmijët e ardhshëm teknologjinë e kanë shumë herë më të avancuar se sa neve. Janë më të adaptuar se sa neve. Edhe në përshkolla po mësojnë shumë se si ta embracein këto ndryshimet. Edhe tek e treta është mos u apagoni këtë shkollën familje. Lërini të kenë dhe pa një pagesë në tyre. Se Amerikanët kanë një shprehje, let them have some skin into the game. Dhe më thënë, t'janë gjenë rëndësin lekut, se sa e vështirë është për t'u edukuar. Edhe përgjegjësinë që ata kanë dhe shkollimet tyre, sepse vetëm duke e përmbluar vetë mund të arrin ta kuptojnë. Edhe sa që të bëjnë prindrit. Po 3 këshilla për një student shqiptar amerikan, shqiptar që ka prindrit, çfarë këshillash mund t'i jepje? Prind nuk të bëhet njeri. Dashuria e tyre nuk njeh asnjë kufi, sakrificat janë nga më të mëdha. Kështu që duhet që juve t'i tregoni prindërve me një artikulim edhe me një durim cili është vizioni juaj. Këta prindër po bëjnë shumë sakrifica për juve. Edhe që të kuptojnë ty më shumë, ti duhet të artikulosh sa më mirë cili është vizioni për të ardhmen tënde. E dyta është zgjidhni ato degë që keni me më shumë pasion. Momentin që juve zgjidhni degët që toni, atëherë nuk do ndihet si punë, po do ndihet një kënaqësi dhe suksesi është gjithmonë i garantuar. Sepse e bëni me shumë dëshirë edhe nuk jeni të stresuar që jam stuck. Por filloni dhe krijoni mundësira të pafundme. Edhe e treta është network. Sa më shumë në LinkedIn ose edhe në person. Shkoni në përparti. Jeni rini, do kënaqeni, por pyesni njerëz për ta. Çfarë pune bëjnë prindët e tyre? Ose në kompani që juve jeni të interesuar, pyesni për ta. Pyesni miqtë tuaj që janë amerikan, në njohin njëri në ato kompani. Sepse networking është, ne thoshim në përpara Iva që në Shqipëri kënjë është shumë e rëndësishme. Këtu në Amerikë është akoma më e rëndësishme. Edhe më e rëndësishme. Një diplom e vetme nuk të hap hyrje. Pa networking ose LinkedIn për shembull, unë shikoj shumë student që nuk e përdorin. Edhe çfarë ndodh tani në LinkedIn? Shumë profesorët e tyre, mos e them të gjithë profesorët, japin mësim në 3 nivele të ndryshme, në bachelor, në master dhe në PhD dhe doktoratura. Do me thënë, studentët tanë të masterëve dhe të doktoraturave janë zëvendës presidenta, menaxhera dhe drejtorat të kompanive të ndryshme. Duke pasur një mutual connection në LinkedIn, dhe ti në qoftë se aplikon si student për punë atje, pesha e fjalës së një profesori është gjithmonë e dobishme. Studentët tanë të masterit gjithmonë kanë një respekt për neve, sepse ne kemi ndihmuar që ata të zhvillojnë skills që do t'i ndihmojnë në karrierën e tyre. Unë kam pasur raste Ilvaj që student amerikan kanë aplikuar për punë edhe kanë parë që një ndër hiring managers atje kishte qenë studenti im, kishte marrë masterin te shkolla.
më kanë kontaktuar edhe sigurisht ata kanë qenë studentë shumë të mirë dhe më kanë thënë të lutem, a mund të dërgosh një email ose një mesazh në LinkedIn persone pasi unë jam shumë interesuar për ta marrë punën. Një mesazh që unë i dërgova studentit tim në master i fitoi punën, studentit tim. Kështu që përdorini ato connections sepse janë shumë të rëndësishme. Syra, mesazhi është i qartë, edukimi nuk është thjesht një diplomë që ne e varim në morë, por është një përpjekje e vazhdueshme, edhe përshtatje e vazhdueshme. Për prindrit, mesazhi yt ishte shumë i qartë, dëgjoni pasionet e fëmijëve, por edhe pajisini fëmijët me mjetet e duhura që të jenë të përgatitur për këtë botë të re të inteligjencës artificiale. Për studentët, bëni pronar të edukimit tuaj dhe paguani një pjesë të shpenzimeve se ju bën më të pjekur, më të përgjegjshëm. Përpara se ta mbyllim këtë episod me doktore Suela Papagelis, kam edhe një sfidë për ju, për prindrit. Cila është sfida juaj më e madhe kur flisni me fëmijët për të ardhmen? Ndërsa për studentët, a ndjeni të kuptuar nga familja juaj në zgjedhjet që bëni për karrierën që doni të merrni? Na shkruani në komente dhe do të përpiqem bashkë me Suelën t'ju kthejmë përgjigje në këtë episod të Ilvatare Talks. Suela, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi që të kishe. Faleminderit Ilva dhe suksese sepse iniciativa jote është fantastike dhe unë jam më se e bindur që ti do shumë e kësaqshme. Faleminderit.